Enkel Demi është padyshim një nga figurat më të respektuara të gazetarisë shqiptare. Me një karrierë të gjatë e të pasur në media, ai ka fituar besimin e publikut për profesionalizmin dhe tonin e tij të përmbajtur. Ndryshe nga shumë kolegë që shpesh ndrohen edhe në analizë televiziv, Keli mbetet i përkushtuar ndaj gazetarisë. Gazetari është i martuar me Mesila Dodën, një tjetër figurë publike, por nga fusha e politikës. Mesila ka qenë pjesë e parlamentit dhe e debateve të forta politike në vitet e fundit, por kur vjen puna te jeta personale, është Enkel Demi ai që është më i hapur për të ndarë detajet me publikun. Në një rrëfim të pazakont, gazetari tregon një episod që e kishte tronditur thellësisht. Jam pjesë e një emisioni mëngjesi, ndaj zakonisht fler rreth orës 10 të darkës. Kjo për arsye se zgjimin e kam herët. Atë mbrëmje, Mesila ishte ftuar në një studio televizive. Për të qenë i sinqert, po them që nuk e ndoqa, sepse po shikoja një ndeshje futbolli. Të nesërme në mëngjes, kur dola për të shkuar në punë, pa shtëpinë të rrethuar me policë. Mendja më shkoi menjëherë tek e keqja. I befasuar dhe i shqetësuar, Enkel Demi tregon se ju afrua oficerëve të policisë për t'i kërkuar shpjegime. I pyeta çfarë kishte ndodhur e më thanë se kishin urdhër të qëndronin aty. Nuk po më jepnin detaje. Mesila ishte ende në gjumë. E zgjova dhe pyeta, çfarë po ndodh? Ajo më tha se një natë më parë kishte patur një debat shumë të fortë në një studio me një të ftuar, e kjo mas sigurie ishte marrë nga policia e shtetit, por edhe asaj ju duke eksagjeruar. Ngjarja mori përmasa edhe më të çuditshme, kur Enkeli vendosi të përballej drejt për drejt me autoritetet. Dola jashtë dhe u thash policëve, ikni tani, gruan time e ruaj vet, nuk kam nevojë për ju, por ata nuk lëvizin nga vendi. Atëherë, mora në telefon shefin e tyre dhe i tha shtroç, familjes time i dal vetë për sot, largojni policët, se po tremni një lagje të tërë. Vetëm pas shumë insistimesh, ata u tërhoqën. Ngjarja ka ngritur shumë pikpyetje në opinionin publik. Kush qëndron pas këtij presioni? A ishte kjo një masë e rastësishme apo një sinjal i qartë për të heshtur zërat e pavarur? Një gjë është e sigurt, Enkel Demi vazhdon të mbetet një nga figurat më të drejtpërdrejta në media. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit ton të YouTube-it.